10 shoqëritë sekrete që kontrollojnë botën. Në historinë njerëzore, fuqia ka ndjekur gjithmonë një rregull të pashkruar. Ajo që shihet, rrallëherë është ajo që kontrollon. Ne jemi mësuar të besojmë se pushteti është i dukshëm, se vendimet merren në parlament, në konferenca shtypi, në zgjedhje, se ata që shohim në televizion janë ata që vendosin, por historia nuk është kaq e thjeshtë. Sepse për çdo vendim të madh, për çdo luftë, për çdo krizë, gjithmonë ka pasur një dimension tjetër, një dimension që nuk shfaqet. Takime pa kamera, biseda pa regjistrime, vendime pa transparencë. Nga oboret mbretërore të Europës, te bankat e mëdha ndërkombëtare, deri tek organizatat moderne globale, ideja ka mbetur e njëjtë, që fuqia e vërtet nuk ka nevojë të jetë publike. Ajo vepron në hije. Dhe sot, në një botë më të lidhur se kurrë, kjo pyetje bëhet edhe më e fortë. Kush i kontrollon vërtet fijet? Në këtë video, nuk do të flasim thjesht për teori konspirative, por për struktura reale. Disa të njohura, disa të diskutueshme. Të gjitha me ndikim të madh në mënyrën si funksionon bota. Le të fillojmë. 10. CIA. Kur flasim për pushtetin e hije, një nga emrat e parë që përmendet është CIA, një agjenci që operon në një botë ku informacioni është armë. Gjatë dekadave, ajo është përfshirë në operacione që kanë ndryshuar historinë e vendeve të tëra. Ndërhyrje politike, mbështetje për regjime, operacione të fshehta. Shumë prej këtyre aktiviteteve janë zbuluar vetëm vite më vonë. Disa, ndoshta nuk do të zbulohen kurrë. Kjo e bën të qartë një gjë. Në botën moderne, fuqia nuk është vetëm ajo që duket. Ajo është edhe ajo që vepron në heshtje. 9. BlackRock. Nëse dikur pushteti ishte në duart e mbretërve, sot ai është shpesh në duart e kapitalit. BlackRock është një nga kompanitë më të fuqishme financiare në botë. Ajo menaxhon triliona dollar, një shifër që është më e madhe se ekonomia e shumë shteteve. Por fuqia e saj nuk qëndron vetëm në para, ajo qëndron në ndikim. Sepse kur një kompani ka investime në mijëra biznese dhe sektor, ajo bëhet pjesë e vendimeve globale. Kjo nuk është një teori, është një realitet ekonomik. Kush kontrollon kapitalin, ndikon drejtimin e botës. 8. Klubi i Romës. Jo çdo pushtet është i dukshëm. Disa organizata ndikojnë jo duke vepruar direkt, por duke formuar mënyrën si ne e kuptojmë të ardhmen. Klubi i Romës është një nga këto struktura, e njohur për analizat mbi burimet, popullsinë dhe zhvillimin global. Raportet e saj kanë ndikuar në mënyrën si qeveritë mendojnë për ekonominë dhe mjedisin. Ata nuk japin urdhra, por japin ide, dhe ndonjëherë, ideja është forma më e fuqishme e ndikimit. 7. World Economic Forum. Çdo vit, në Davos të Zvicrës, ndodh një takim që përmbledh një pjesë të madhe të elitës globale. Ky është forumi ekonomik botëror. Politikan, CEO, ekspert dhe lidera diskutojnë të ardhmen e botës, tema që ndikojnë miliarda njerëz, teknologjia, ekonomia, klima. Zyrtarisht është një platformë bashkëpunimi, por pyetja që lind është, kur vendimet e mëdha diskutohen nga pak njerëz, ku qëndron pjesa tjetër e botës? 6. Skull and Bones. Në disa raste, pushteti nuk fitohet, ai ndërtohet që në fillim. Skull and Bones është një shoqëri sekrete në Yale University. Një grup i vogël, por me një histori të gjatë ndikimi. Antarët e saj shpesh bëhen pjesë e elitës politike dhe ekonomike. Kjo nuk është rastësi, është një rrjet që lidh njerëzit përpara se ata të kenë pushtet. Dhe kjo është një nga format më të fuqishme të ndikimit. 5. Bohemian Club. Në një pyll të izoluar në Kaliforni, çdo vit mblidhen disa nga njerëzit më të fuqishëm të Amerikës. Bohemian Club organizon një event të quajtur Bohemian Grove, një takim privat, i mbyllur për publikun, me rituale simbolike dhe një kulturë që nuk është për sy publik. Për disa, është thjesht një traditë elitare. Për të tjerë, një simbol i një bote që ekziston paralelisht me atë që ne shohim. 4.
Trilateral Commission. Në vitet 70, bota po ndryshonte dhe elitat kërkonin koordinim. Kështu u krijua Trilateral Commission, një platformë që lidh Amerikën, Europën dhe Japoninë. Qëllimi ishte bashkëpunimi global, por kur njerëzit më të fuqishëm të këtyre rajoneve mblidhen, ndikimi është i pashmangshëm, sepse vendimet globale rrallëherë janë spontane, ato janë të koordinuara. Council on Foreign Relations. Disa struktura nuk marrin vendime, por ndikojnë ata që i marrin. Council on Foreign Relations është një nga think tanket më influente në botë. Aty formohen ide që më pas bëhen politika. Diskutohen strategji që ndikojnë marrëdhënien ndërkombëtare, sepse në fund, kush kontrollon narrativën, kontrollon realitetin. Freemasons, një nga shoqëritë më të vjetra dhe më të diskutueshme në histori. Freemasons ka ekzistuar për shekuj, me rituale, me simbole, me një strukturë të mbyllur. Antarët e saj kanë qenë figura të rëndësishme historike. Kjo e bën të vështirë të ndash mitin nga realiteti, por një gjë është e sigurt, ajo ka qenë gjithmonë pranë pushtetit. Në krye të listës, për shumë njerëz, qëndron Bilderberg Group, një takim që ndodh çdo vit, pa media, pa transparencë, pa deklarata publike, vetëm njerëzit më të fuqishëm të botës. Politikan, bankier, CEO, ata mblidhen për të diskutuar, por askush nuk e di saktësisht çfarë. Dhe kjo mungesë transparence është ajo që krijon misterin dhe ndoshta fuqinë. Në këtë pikë, është e rëndësishme të ndalemi, sepse është e lehtë të shohësh këtë listë dhe të mendosh se gjithçka është e kontrolluar, por realiteti është më kompleks. Këto organizata nuk kontrollojnë çdo gjë, por ato ndikojnë, dhe ndonjëherë ndikimi është më i fuqishëm se kontrolli, sepse nuk ka nevojë të kontrollosh çdo vendim. Mjafton të ndikosh drejtimin e përgjithshëm. Historia nuk është një vije drejtë, është një rrjet lidhjesh, interesesh dhe vendimesh të marra shpesh larg syve të publikut. Dhe ndoshta, fuqia më e madhe nuk është ajo që shfaqet hapur, por ajo që ekziston në heshtje. Sepse në fund, ajo që nuk shihet është shpesh ajo që vendos gjithçka. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.